Nuk meritojnë ata zotra të adhurohen se janë të shëmtuar. E keni pan, idhujt të cilët të adhurohen pas Allahu sa të shëmtuam janë. E në veçantin kohën bashkohore në kohën e hajnave, të cilët e mojnë një lapidar, edhe si cili grabit ka pa, kur të këshovmi, a i komandonti del cërkus, vjedh njoni ja disantin të kom, njoni ja vjedh ka krat, qetri ka koka ku dale si, që që thojnë gjëgjma gjuqi. Pra ledhë të ndërshëm, po mu mledh kejt bota me maru nja, pra janë të shëmtuar, kurse a i bukuri, ash Allahu Azza wa Jall, ka pa e thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allahe gjemilan yuhibbul gjemal. Allahu është i bukur dhe i don të bukur. Sa është Allahu i bukur? Ndo gjën e këtë hadith të madh të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hijabuhu nur. Perdja e cila është e Allahut është dritë. Transmeton me një transmetim tjetër Ibn Abbas i thot, mes krijesave të Allahut dhe Allahut janë 40 perdë. Një perdë dritë, një rësirë, një dritë, një rësirë, një dritë, një rësirë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hijabuhu nur. Perdja Allahut është dritë. Me hek perdën e Allahut mes krijesave dhe Allahut, mes krijesave dhe Allahut, e di çka ndodh. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos më kon që kjo perde vetëm ndriçimi i fytyrës së Allahut do t'i kishte gjegën krijesat e tij. Shkëlqimi i fytyrës së Allahut. Allahu na boft nasib me pa fytyrën e Allahut. Wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Një ditë disa fytyra do të shkëlqejnë, janë ata që e shiqojnë Allahun e tyre. Një ditë që ka mundësi njeriu ta shiqon fytyrën e Allahut. Atë ditë që ta shiqon fytyrën e Allahut, këtë kënaqësit e xhennetit harron. Thot hijabuhu nur. Perdja Allahut është dritë. Ja Rab, pse u bo kjo perde dritë? Nga shkëlqimi i fytyrës së Allahut. Dhe disa thojnë perdja e trash 40 vite me hec. Apo dritë nga shkëlqimi dhe bukuria e fytyrës së Allahut. Me heket perde, tha do t'i kishte gjek shkëlqimi i fytyrës së Allahut krijesat e tij. Allahu rahmet për krijesat e tij e boni mbulesën. Për këtë arsye thot Allah në Kur'anin e Kerim, wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha. Toka është ndriçuar me dritën e Zotit të vet. Toka është ndriçuar nga drita e Zotit. Allahu është i bukur dhe Allahu Azza wa Jall i don të bukurit.